Legjendat nuk lindin në rehati. Ato krijohen nga errësira. Unikatil është legjend për atë që ka bërë në artin muzikor. Ai nuk erdhi për të pëlqyer, erdhi për të mbetur. Në një botë ku shumica shesin shpirtin për vëmendje, të mbetesh vetvetja bëhet revolucion. Mu buni mendoj ondër, d'vjen si zinxhire. Suksesi gjithë po vjen i pështjell me kalla blak se hire. Po pse, kur unë e majta zotin për mi tona, a nështë ndoni herë rëshita e s'po kujtona. Analiz këngës së fundit të Unikatilit. Suksesi gjithë po vjen me kalla blak se hire. Sipas mendimit tim, e ka kuptimin që gjërat me vlerë e të arrira nuk vinë pa sakrificë, vuajtje, peripeci, dhembje. S'ki qani është keq bro, ma boni luki, zoti kën e don ma shumë, i s'provo ma shumë ti. A thu, a i pëndoj ka mu? Po pse atër kjo bota jem cop-copa të cop-copa. S'ki qani është keq bro, ma boni luki, zoti kën e do, e s'provon mas shumti. Ka kuptimin që jeta më së shumti i sulmon njerëzit e drejt, ata që nuk demaskojnë, ata që nuk shtiren, ata që janë për një mend të sinqert. Azraeli si kur hi am djek ana shkrajt, për derdi doraki për lavdi të vori vlaj. Kështu kur do këtë vetja kishe i marun pikuri, zotim la me pa që shki guri si tip shuri. Azraeli si kur hija ndjek ana shkrahit, për derdi doraki për lavdi të vori vlajt. Azraeli, engjëlli i vdekjes, përdoret si metafor për vdekjen, fatin e rënd, që e ndjek vazhdimisht personin si hije pran ti. Kurse peder dhe doraki për lavdi të vore vlajt, në kulturën shqiptare, derdhja rakis të vore simbolizon kujtim, respekt, dhimbje dhe nderim për të vdekurin. Diçka më shtin qona va, njeri du t'mi shkry kejt minuta që i ka, me gjithë bekime e idhnime që i këm pa, për kejt ata që mdojnë e m'ka ndash duna mi kra. Jo, duhet me i shkry krejt minutat që i ka. Ka kuptimin që me shfrytzu kohën në maksimum për gjëra që kanë pesh e vlerë. Principe, pagun qmim shtrejt, ka e refuzion miliona për më nejt i drejt, ti e din në shpiti shejt. Kur ki principe, pagun qmim të shtrejt, ka njëherë refuzon miliona për më nejt i drejt, ti e din o shpirti i shejt. Unikatil nuk bën kompromise, është unik në qëndrimet e ti. Nuk rend pas antivlerës kotësis dhe parimet e ti të forta, për parimet e ti të forta shpesher ka paguar çmim për to, po me gjithë këtë ka qëndruar stuhik dhe i palekundur. Shpirti i shajt, nuk shitet shpirti për gjëra materiale. Për parimet e ti të forta, shpesher ka paguar çmim për to, po me gjithë këtë ka qëndruar stuhik dhe i palekundur. Shpirti i shajt, nuk shitet shpirti për gjëra materiale. Sepse ndërtimi i karakterit kërkon mund, sakrificë,
Dhe gjakimi I unikatilit na del në këtë formë që për mos ta ndotur shpirtin me antivlera, po të jemi vetvetja, të jemi unik dhe ta kemi karakterin e pathyeshëm.